Një vajzë e vogël u zgjua një mëngjes dhe shtëpia ishte bosh. Babai kishte ikur kohë më parë, duke lënë vetëm një karrige të zbrazët pranë sofres. Nëna, që dikur ja mbante dorën kur binte gjumë, i kunatën, pa një fjalë, duke ja mbyllur derën pas shpine. Vajza mbeti vetëm, me një copë bukë të thatë mbi tavolinë dhe me një braz dhimbje në shpirt. Ditët shkonin me lot të fshehur. Kur shite fëmijët e tjerë që vraponin në krahët e nënës, zemra i qahej, por ajo mësonte ta mbante dhimbjen brenda. Netëve, kur fshati heshte, ajo i lutej Zotit që të mos e harronte. E pyeste veten nëse diku, babaja nëna kujtoheshin për të, a i digjen do pak shpirti për braktisjen. Koha kaloi, plagët nuk u shëruan, por e bën më të fortë. Ajo kuptoi se jeta nuk të pyet, por të sprovon. Dhe aty, me zboshllëkut, vajza e braktisur mësoi të bëhej dritë për të tjerët, sepse kush ka provuar urinë e shpirtit, disa vlen një dorë ngrohtë dhe një fjalë e mirë.